në gjendje ku e gjithë globi është në një sezon kaotik, i cili në shumë vende janë lufta ku agresori rus dhe në thojza dhe Irani kundra Izraelit janë pika kryesore tyre. Përsëri Kosova do të jetë e rëndësishme atë, por jo ndoshta nga goja e Ramës, por vetëm nga Amerika dhe nga Turqia, ku edhe Rama do ta mbështesi këtë, por nëse shohim analizat perëndimore, por edhe lindore, domethënë të NATO-s lindore, e shohim që shtetet e vogla, pra siç është Shqipëria apo Maqedonia, apo vendet e vogla të NATO-s, në fakt në samite të tilla janë thjesht vetëm për të bërë fotografi, sepse nuk e kanë as kapacitetin dhe as forcën për të shtuar diçka në rezolutën përfundimtare që dalin, por gjithsesi pjesëmarrja aty është një gjë diplomatike, është një gjë rutine e cila nuk është se ja shton vlerën apo ja ul vlerën NATO, sepse edhe pse themi që NATO-ja çdo kush është i barabartë në NATO dhe ka të drejtën, realisht duket tashmë me ardhmën e Trumpit për herë të dytë si lideri, si presidenti i Amerikës, na ka bërë të kuptojmë që në vërtetë në NATO vetëm